Imagjino si kur sot ligji të gjykonte jo për atë që ke bërë, por për atë që je. Imagjino si kur një gabim i mjeku të paguhej me prerjen e duarve të tij, si kur një shtëpi që shembet të kërkonte jetën e fëmijës ndërtuesit, si kur drejtësia të ishte gdhendur në gur dhe të mos falej kur. Kjo nuk është fantazi, kjo ka ndodhur vërtet, dhe emri këtij ligji ishte Kodi i Hammurabit. Nëse doni të kuptoni se si lindi drejtësia e shkruar dhe pse ky ligj i lashtë ende na trondit sot, pëlqejeni videon dhe abonohuni në kanalin Histori Epike, sepse këtu historia tregohet pas bukurime, ashtu siç ka qenë në të vërtetë. Jemi rreth vitit 1754 para erës son, në Mesopotami, mes lumenjëve Tigër dhe Eufrat. Në vendin që njihet si djepi i qytetërimit njerëzor. Këtu ngritën qytetet e para, u shpik shkrimi, u ndërtuan tempuj dhe u krijuan perandoritë e para, por bashkë me qytetërimin erdhi edhe kaosi. Pa rregulla të qarta, drejtësia varej nga forca, nga hakmarrja dhe nga pushteti i më të fortit. Babilonia ishte një nga qytetet më të fuqishme të kohës. Një metropol i vërtet i botës së lashtë me mure gjigante, rrugë të mbushura me tregtar, tempuj kushtuar perëndive dhe një shoqëri thellësisht të ndarë në shtresa. Njerëzit e lirë, njerëzit e varur dhe skleverit nuk kishin të njëjtën vlerë para ligjit, sepse ligji ende nuk ishte i shkruar. Në krye të kësaj bote qëndronte Hammurabi, mbreti i gjashtë i Babilonisë. Ai nuk ishte vetëm pushtues, ishte një sundimtar që kuptoi diçka thelbësore për mbijetesën e shtetit. Një perandori nuk mbahet vetëm me ushtri, ajo mbahet me frikë nga ligji dhe me rregulla të qarta. Pa ligj të shkruar, çdo qytet ishte një fuqi baruti gati të shpërthente. Hammurabi mori një vendim që askush para tij nuk e kishte marrë në këtë shkallë. Ai vendosi që ligji të mos ishte më sekret i priftërinjve apo i gjykatësve, por të bëhej publik, i dukshëm për të gjithë, i pandryshueshëm. Ai urdhëroi që ligjet e shtetit të gdhendeshin në një shtyllë masive prej gurit të zi dioriti, një material jashtëzakonisht i fortë, për të treguar se ligji ishte po aq i fortë dhe i përhershëm. Në këtë shtyllë u gdhenden rreth 282 ligje, të shkruara me shkrim kuneiform. Ligje që nuk flisnin për ideale, por për pasoja. Çdo ligj tregonte qartë se çfarë ndodhte nëse dikush shkelte rregullat. Nuk ishte hapësirë për interpretime, nuk ishte mëshirë. Në maj të shtyllës, Hammurabi paraqitet përballë perëndisë Shamash, perëndisë së diellit dhe drejtësisë. Shamashi i dorëzon atij shkopin dhe unazën, simbolet e pushtetit dhe të ligjit. Ky imazh kishte një mesazh të qartë për popullin. Ligji nuk vinte nga dëshira e mbretit, por nga vullneti hyjnor. Kush e shkelte ligjin, sfidonte perëndin. Kodi i Hammurabit rregullonte gjithçka: martesën dhe divorcin, trashëgimin dhe pronën, tregtinë dhe borxhet, ndërtimin dhe mjekësinë, dhe mbi të gjitha krimet dhe dënimet. Ky kode trajtonte shoqërinë si një mekanizëm ku çdo gabim kishte çmim. Një nga gjërat më interesante dhe më pak të përmendura të kodit të Hammurabit është se ai nuk ishte shkruar vetëm për të dënuar, por për të kontrolluar shoqërinë në çdo nivel. Ligji nuk ndëshkonte vetëm kriminalin, por i mësonte njerëzit si të silleshin, si të martoheshin, si të trashëgonin pasurinë dhe madje si të punonin profesionet e tyre. Kodi përcaktonte saktësisht detyrimet e burrit ndaj gruas, por edhe kufizimet e saj.
Një grua mund të ndëshkohej rënd nëse akuzohej për pabesi, por në disa raste ligji e mbronte nga dhuna arbitrare e burrit. Nëse burri e braktiste gruan pa arsye, ajo kishte të drejtë të merrte pasurinë e saj dhe të largohej. Kjo tregonte se kodi i Hammurabit nuk ishte thjesht i verbër ndaj grave, por i kontrollonte ato brenda një rendi të rrept shoqëror. Edhe fëmijët nuk ishin jashtë ligjit. Kodi përcaktonte detyrimet e prindërve ndaj fëmijëve dhe anasjelltas. Një djalë që mohonte baban e tij humbiste të drejtat dhe dënohej rënd. Familja shihej si shtylla kryesore e shtetit dhe çdo shkelje brenda saj ishte kërcënim për rendin shoqëror. Një pjesë tronditse e kodit lidhet me dëshmit dhe akuzat. Nëse një njeri akuzonte dikë për krim dhe nuk mund ta dëshmonte, ai vetë dënohej. Në disa raste, dënimi ishte vdekje. Kjo tregon se ligji përpiqej të ndalte shpifjen dhe akuzat e rreme, por e bënte këtë përmes frikës ekstreme. Kodi i Hammurabit rregullonte edhe ekonominë me detaje të jashtëzakonshme. Çmimet, qirat, interesat e borxheve dhe pagesat për punëtorët ishin të përcaktuara qartë. Edhe paga e një bariu apo e një varkëtari ishte e shkruar në ligj. Shteti ndërhynte drejt për drejt në treg për të ruajtur stabilitetin dhe jo drejtësinë sociale. Një tjetër element i rëndësishëm ishte përgjegjësia kolektive. Njeriu nuk përgjigjej vetëm për veten, por edhe për familjen dhe profesionin e tij. Nëse një ndërtues gabonte, nuk ndëshkohej vetëm ai, por familja e tij. Kjo krijonte frikë, por edhe disiplinë të fortë shoqërore. Këtu kuptohet thelbi i kodit të Hammurabit. Ky nuk ishte ligj për të mbrojtur individin, por ligj për të mbrojtur rendin. Njeriu ishte i rëndësishëm vetëm për aq sa nuk e prishte stabilitetin e shtetit. Nëse një ndërtues ndërtonte një shtëpi dhe ajo shembej duke vrarë pronarin, ndërtuesi dënohej me vdekje. Nëse shtëpia shembej duke vrarë djalin e pronarit, atëherë vritej djali i ndërtuesit. Nëse një mjek gabonte gjatë një operacioni dhe pacienti vdiste, atij i priteshin duart. Nëse një njeri ngrinte dorë ndaj babait të tij, i pritej dora. Këto ligje nuk ishin simbolike, ato zbatoheshin. Parimi më i famshëm i këtij kodi ishte sy për sy, dhëmb për dhëmb, por e vërteta është edhe më e errët. Ky parim zbatohej vetëm mes njerëzve të së njëjtës shtresë shoqërore. Nëse një njeri i lirë lëndonte një tjetër të lirë, dënimi ishte i barabartë. Por nëse viktima ishte sklav, dënimi shpesh ishte vetëm gjob. Jeta e njeriut nuk vlente njësoj për të gjithë. Kodi i Hammurabit nuk ishte ligj i drejtësisë universale, ishte ligj i rendit dhe i frikës, por për kohën e vet ishte revolucionar. Por herë të parë, njerëzit e dinin se çfarë i priste. Hakmarrja personale u kufizua, drejtësia u bë e parashikueshme. Ky kod nuk u shkrua për të mbrojtur të dobëtit, u shkrua për të mbajtur Perandorinë të Bashkuar, por pa e ditur, Hammurabi hodhi themelit e një ideje që do të ndryshonte botën. Ideja se ligji duhet të jetë i shkruar, publik dhe i pandryshueshëm. Sot, pas më shumë se 3000 vjetësh, kodi i Hammurabit ende na trondit. Jo sepse është i drejtë, por sepse na tregon se sa herët njerëzimi e kuptoi se pa ligj nuk ka rend dhe pa rend nuk ka qytetërim. Tani dua mendimin tuaj. A ishte kodi i Hammurabit një hap drejt drejtësisë apo thjesht një sistem frike për të kontrolluar shoqërinë? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe hapni debatin. Ne jemi Histori Epike, aty ku e kaluara rilind.
Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.